Inspektorët komunal në Gjakov kanë vijuar aksionet në teren edhe gjatë kësaj të shtune, duke u fokusuar në lirimin hapësirave të zëna nga mbeturinat në zonën e Dushkajës. Gjatë paraditës së sotme, ekipet e inspektoriatit kanë ndërhyrë në disa fshatra të kësaj ane, ku është evidentuar një sasi e konsiderueshme mbeturinash që po pengonin shfrytëzimin normal të hapësirave. Drejtori i Drejtorisë për Inspektime, Ervin Shabani, ka dhënë më shumë detaje rreth këtij operacioni. Dhe jemi duke pasru në 5 lokacione deponi ilegale të mbeturinave. Arsyeja pse i pastrojmë këtu janë kërkesat e qytetarëve. Jemi në zonën e Dushkajës, do t'i pastrojmë 2 deponi ilegale në Cermjan, një në fshatin Zhdrell, një në fshatin Qerim dhe një në fshatin Palaban. Këto deponi ilegale janë duke u pastruar me toksat e qytetarëve të përgjegjshëm. Mes tjerash, Shabani u ka bërë thirrje qytetarëve që të jenë më të përgjegjshëm në menaxhimin e mbeturinave dhe të kontribuojnë në ruajtjen e hapësirave publike. Ilus edhe një herë qytetarët sinjalizoni, njoftoni kudo që shihni personat e papërgjegjshëm duke hudhur mbeturina në vende ku nuk janë të caktuara për të hudhur mbeturina, sepse edhe tani kur po flasim jemi duke i xhobit, po do t'i identifikojmë të gjithë, bashkëpunim me policinë e Kosovës jemi duke jemi në procedurë të vendosjeve dhe kamerave kurrë, që do t'i kapin të gjithë ata që hudhin mbeturina në grumbullojnë në deponit ilegale të mbeturinave, kështu që sinjalizoni, na njoftoni, t'i gjobisim, ta ndalim këtë dukuri ilegale për qytetin tonë. Nga inspektoriati bujnë të ditur se aksionet do të vazhdojnë edhe në zonat të tjera të komunës. Ka disa javë që kjo drejtori është angazhuar intensivisht në identifikimin dhe largimin e uzurpimeve të paligjshme, me synim vendosjen e rendit dhe respektimin e ligjit në hapësirat publike.